Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Si t'i zhdukni rrullat për një ditë me këta përbërës, do befasojeni me rezultati. Ndryshimet e motit mund të dëmtojnë shpejt lëkurën sepse prodhimi i kolagjenit, një substancë thelbësore për të forcuar elasticitetin e lëkurës, zvogëlohet ndjeshëm. Dhe kjo maskë me banane ju ndihmon të keni një lëkurë të lëmuar dhe akoma më të fortë. Përfitimet e bananes për shëndetin e lëkurës janë të larmishme. Ajo ka veti hidratuese për shëndetin e saj. A i dini se frutat e bananes mund të hidratojnë thellësinë e lëkurës suaj. Ajo përmban 74% ujë, një normë e konsiderueshme që e bën atë një nga ushqimet më hidratuese. Kjo veti e bën ushqimin e quajtur edhe një element të kujdesshëm të dobishëm për lëkurën duke zbutur efektin e kohës. Sipas një studimi, hidratimi i rregullt i lëkurës ndihmon në parandalimin e shfaqjes së rrullave. Përfitimet e limonit janë të mira si një agent zbutës natyral dhe zbardhues. Për të gjetur një lëkurë të shëndritshme pa defekte, e keni menduar ndonjëherë përdorimin e limonit? Ylli i agrumeve të detoksifikimit ton ka ende më shumë përfitime në mashtrimin e shëndetit të lëkurës. Pasuria e tij me acide natyrale e lejon atë të manifestojë një lëkurë më të mirë të eliminojë sebumin e tepërt përgjegjës për akne dhe pikat e zeza, por kjo nuk është e gjitha. Vetitë e saj zbardhuese ndihmojnë në luftimin e njollave dhe plagëve. Sipas studimeve të publikuar në revistën International Journal of Molecular Science, limoni është një ushqim i rekomanduar për lëkurën me shkëlqim. Përfitimet e mjaltit janë në hidratimi pasvendësueshëm. Fal numrit të madh të lëndëve ushqyese në produktet e koshereve të mjaltit është një kujdes natyral i rekomanduar për hidratimin thellësisht të lëkurës dhe për të reduktuar kështu efektet e lëkurës së varur. Këtë veti të tij dermatologët nuk e ndajnë me kaq. Sipas një studimi të botuar në gazetën e Azisë Qendrore Global Health, ekzaminimet shëruese të mjaltit janë vërejtur. Mjalti rekomandohet gjithashtu për kujdesin e plagëve, ekzemave dhe dermatitit. Por si të përgatisni këtë krem kundër rrullave në kushte shtëpie? Për të vëzhguar rezultatet përfundimtare në lëkurën tuaj, ju këshillojmë të blini këto përbërës bio: një banane e pjekur, një lugë gjedhe me lëng limoni, një lugë gjedhe me mjalt. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë: shtypni bananet me një pjeru, shtoni në përgatitjen e mjaltit dhe lëngun e limonit. Përdorimi: aplikoni me furçë në fytyrë dhe në qafë, e lini maskën për 20 minuta, e shplani me ujë të vakët dhe më pas aplikoni një krem hidratues. Kujdes: për shkak të efekteve të saj fotosensibilizuese, këshillohet që të bëni kujdes me maskën e limonit dhe të shmangni ekspozimin e diellit, dhe nëse jeni alergjik ta evitoni përdorimin e saj. Bananet janë të pasura me vitaminën B6, B12 dhe shërbejnë si mbrojtës ndaj njollave, shenjave të ndryshme, qelizave të vdekura të lëkurës, por mund të ndikojë gjithashtu edhe në neutralizimin e problemeve të lëkurës suaj. Maska për trajtimin e lëkurës së yndyrshme kërkon këta përbërës: një banane, një lugë mjalt, një lugë gjedhe lëng limoni, 1/4 e gotës me tërshër. Shtypeni në një enë të gjithë banane dhe më pas shtoni përbërësit e tjerë. Gjithë përzierjen e aplikoni në fytyrë dhe e lini të veprojë për 20 minuta. Më pas e pastroni me ujë të vakët dhe vendosni pa krem hidratues. Maskë për lëkurën e papastërtive të fytyrës: një banane, një lugë qumësht, një lugë lëng limoni. Krijoni një pastë duke përzierë bashkë të gjithë përbërësit dhe sigurohuni që tuli i bananes të shtypet mirë. Maskën kështu e aplikoni edhe në zonën e qafës. Qumshti është mjaft i këshillueshëm për pastrimin e lëkurës dhe zbutjen e zonave problematike edhe ato të irrituara. Maskë me banane dhe sheqer që shërben si skrap. Për këtë ju duhet lëkura e bananes, sheqeri kaf ose sheqeri që zakonisht mund të përdorni. Në pjesën e brendshme të lëkurës së bananes shtoni sheqerin kaf. Atë e mbuloni me gjithë sipërfaqen dhe më pas bëni lëvizje rrethore si të masazhit në lëkurën e fytyrës, derisa e gjithë pjesa e saj të largohet. Kjo maskë këshillohet për largimin e papastërtive dhe eliminimin e pikave të zeza të lëkurës, kështu do t'japë rezultate të kënaqshme edhe në mbrojtjen e shëndetit të saj.
Maska me banane është një maskë që mund të aplikohet nga persona të cilët kanë kaluar moshën 25 vjeçare. Kjo maskë përdoret për të ngadalësuar rrullat e padëshiruara, por është edhe këshillueshme dhe të përdoret të paktën një herë në javë. Bananet e shoqëruar me mjaltë krijojnë një komponent të fuqishëm, por të pasur për një lëkurë urinore dhe plot shkëlqim. Kjo maskë është mjaft e mirë edhe për poret që shfaqen në fytyrë. Për përgatitjen e kësaj maske nevojitet gjysmë banane dhe 2 lugë çaji me mjaltë. Merrni një tas të vogël dhe shtypni bananen me një pirull derisa të bëhet një maskë kremoze. E bashkoni dhe mjaltin dhe e vendosni përzierjen derisa të formohet një maskë kremoze pak unga në mënyrë që të përhapet lehtësisht në lëkurë. Aplikoni maskën me anë të gishtave në mënyrë të barabartë në të gjithë lëkurën tuaj. E mbani maskën në lëkurë për 10 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të ngrohtë. Kështu do të keni rezultate mjaft të mira edhe për shëndetin e saj. Ju mund të përdorni edhe maska për fytyrë, të cilat mund të aplikohen gjithashtu edhe me të bardhën e vezës. E bardha e vezës është një element kryesor në shumë maska për bukurinë. Ajo është të përplot me proteinë dhe për një lëkurë të butë dhe lëmuar mund të ofrojë shumë përfitime. Ju mund të përdorni thjesht të bardhën e vezës në fytyrë ose të shtoni disa përbërës të gjetur në çdo kuzhinë për të zbutur lëkurën e thatë, tonifikuar lëkurën e yndryshme dhe kuruar acarimet e saj. Këtë recetë mund të aplikohet vazhdimisht në shëndetin e saj dhe mund të përdoret te bardha e vezës. Maska e fytyrës me të bardhë veze mund të jetë gjithashtu e lehtë për t'u përgatitur në shtëpi me 2 përbërës, që mund të ofrojë hidratimin dhe zbutjen e lëkurës. Receta kërkon këta përbërës: 2 të bardha veze, 2 lugë gjedhe kosh. Ndani të bardhën e vezës nga e verdha dhe vendoseni atë në një tas. Shtoni 2 lugë gjedhe kosh, mos përdorni salt kosi. Përzjeni së bashku dhe vendosni përzierje në fytyrë. E lini në fytyrë për disa minuta dhe më pas pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë dhe më pas me një pecet të ngrohtë. Maska e fytyrës me argjil për pastrim të thellë. Për këtë ju duhen këta përbërës: 1 bardhë veze, 2 lugë gjedhe argjil, 1 lugë gjedhe miell misri, 1 pikë nga vaji juaj preferuar esencial. Përzjeni përbërësit në një tas dhe më pas e aplikoni atë në fytyrë. E lini që të thajë dhe më pas e hiqni nga fytyra me një leckë të ngrohtë. Maskë zbutëse me limon dhe mjaltë për fytyrën tuaj. Maska me të bardhën e vezës, limonin dhe mjaltin gjithashtu mund të ofrojë shumë përfitime. Kjo maskë është e shkëlqyer për fytyrën e prirur nga puçrat, por është e mirë për çdo lloj lëkure. Kërkon këta përbërës: 1 të bardhë veze, 2 lugë gjedhe mjalti i rrjedhshëm, 4 lugë gjedhe lëng limoni, 3 lugë gjedhe kos dhe udhëzimet e përgatitjes janë këto. Përzjeni përbërësit së bashku dhe e vendosni në fytyrë. E lini për 15 minuta dhe më pas e lani fytyrën. Pjesën e mbetur mund ta ruani në frigorifer deri në një javë dhe ta përdorni sërish. Maskë shtresëzuese për fytyrën. Sheqeri në këtë maskë bën të mundur shtresëzimin, ndërkohë që vajrat e bën këtë maskë shumë të mirë për fytyrën e lëkurës së thatë, të dehidratuar ose të moshuar. Receta kërkon këta përbërës: 1 bardhë veze, gjysmë lugë gjedhe vaj ulliri, vaj kokosi ose vaj bajamesh, 1 lugë gjedhe miell, 1 lugë gjedhe sheqer kaf, 1 lugë gjedhe qumësht. Përzjeni përbërësit mirë dhe vendosni maskën në fytyrë duke shpërndarë me lëvizje rrethore. Në këtë mënyrë, duke pastruar atë, shtoni më shumë sheqer nëse doni një pastrim të thellë. E lini maskën në fytyrë për 15 minuta përpara se ta pastroni. Për pastrim mund të përdorni ndonjë hidratues për të bërë të mundur qëndrimin e vajrave brenda në fytyrë. Maskë për të tonifikuar fytyrën. Vendoseni në fytyrë këtë maskë dhe ju do të ndjeni sikur po ju ndodh edhe një ngritje e vogël e fytyrës, por e tuaja do të ndjehen më të vogla dhe fytyra juaj më e pastër. Gjithmonë pas kësaj maske përdorni vaj për fytyrën ose një hidratues. Përbërësit që u duhen janë 1 bardhë veze dhe 1 lugë gjedhe me miell misri. Vëmendje: jo bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe atij estetist, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative që mund të keni në lëkurën tuaj nga përdorimet e gabuara të tyre. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.